Pse ndodhin dështime katastrofike? E kemi parë këtë herë pas here, nga shpërthimet e anjeve kozmike të krizat financiare. Zakonisht ne kërkojmë një shpjegim të thjeshtë, një fajtor të vetëm, por çfarë nëse disa fatkeqësi nuk janë as pak gabime apo anomalin, po sikur të ishin në thakt një produkt normal, madje i pashmangshëm i veç sistemeve që ne kemi ndërtuar. Kjo është një ide mjaft ronditëse apo jo. Le të hedhim një syk kësaj teorie duke u zhytur në një incident që ndryshoi gjithçka. Le të kthehemi pas në kohën në mars të vitit 1979. Jemi në centralin bërthamor 3 Mile Island, në Pennsylvania. Ky vend do të bëhej pika më e nxehtë në historinë bërthamore amerikane. Dhe pikërisht këtu, në orët e para të mëngjesit, një zinxhir ngjarjesh do ta çonte botën në prag të një fatkeqësie të vërtetë. Imagjinoni pak skenën. Gjithçka filloi me një defekt të thjeshtë mekanik. Në orën 4 të mëngjesit, pompat e ujit ndaluan. Siç pritej, presioni në sistem filloi të rritej dhe një valvulë sigurie u hap për ta çliruar atë. Por ja ku ndodhi problemi fatal. Valvula ngeci hapur. Pjesa më e keqe? Asnjë dritë në panelin e kontrollit nuk u atregoi këto operatorëve. Ata ishin praktikisht të verbër, pa e ditur që ftohësi jetik po rrithte me shpejtësi nga sistemi. Ndërkohë, alarmet binin pa pushim, duke i mbytur me të dhëna kontradiktore. Duke u përpjekur me dëshpërim të kuptonin çfarë po ndodhte, ata bënin një gabim fatal. Menduan se sistemi kishte tepër ujë dhe reduktuan rrjedhën emergjente, kur në të vërtetë po ndodhte e kundërta. Bërthama e reaktorit filloi të mbinxehej në mënyrë të pakontrolluar. Rezultati? Ishte diçka pothuajse e paimagjinueshme. Hetuesit më vonë zbuluan se rreth gjysma e të gjithë bërthomës së reaktorit ishte shkrirë. Fatmirësisht, muret mbrojtëse rezistuan duke parandaluar një katastrofë të përmasave të Chernobylit, por ishte një shpëtim për fije të perit. Dhe sigurisht, pasi kriza u vunë në kontroll, filloi gjuetja për përgjigje. Si mund të ndodhte diçka kaq e tmerrshme? Shtypi, hetuesit, publiku, të gjithë donin një shpjegim të qartë, një shkak të vetëm, dikë për t'u vënë gishtin. Përfundimi zyrtar, ai që dëgjuam të gjithë, ishte i thjeshtë. Ishte gabim njerëzor. Operatorët nuk e menaxhuan situatën siç duhet. Ata morën vendimet e gabuara. Ky ishte shpjegimi i pastër dhe i thjeshtë që të gjithë po kërkonin. I mbyllim dosjet, fajtorët u gjetën. Por, a mjafton vërtet kjo, a është kaq e thjeshtë? Të fajsosh individët është gjithmonë më e lehta, por duke bërë këtë, apo na shpëton diçka shumë e thellë dhe shumë shqetësuese për sistemet komplekse që ne drejtojmë? Dhe pikërisht këtu hyn në skenë sociologu Charles Perrow. Ai studioi me detaje të jashtëzakonshme incidentin e 3 Mile Island dhe arriti në një përfundim, le të themi, radikal. Ai nuk fajsoi thjesht operatorët, ai propozoi një mënyrë krejtësisht të re për të parë këto lloj dështimesh. Pra, thelbi i idesë së tij ishte ky. Perrow argumentoi se aksidentet në sisteme të caktuara me rrezik të lartë nuk janë thjesht të mundshme, por praktikisht të pashmangshme. Ai quajti ato aksidente normale. Faji, sipas tij, nuk qëndronte te gabimet e pashmangshme të njerëzve, por te vetë arkitektura e teknologjisë. Perrow identifikoi 2 përbërës kryesor që e bëjnë një sistem të prirur ndaj këtyre aksidenteve normale. I pari është kompleksitet interaktiv. Çfarë do të thotë kjo? Imagjinoni një sistem ku pjesët janë të lidhura në mënyra kaq të ndërlikuara dhe të fshehura, saqë askush nuk mund t'i parashikojë të gjitha mënyrat se si ato mund të ndikojnë te njëra tjetra. Një problem i vogël i parëndësishëm në një cep mund të shkaktojë pasoja krejtësisht të çuditshme dhe të paparashikuara diku tjetër. Le ta bëjmë këtë më konkret. Mendoni për një sistem të thjeshtë e linear si një linjë montimi. Gjithçka është e parashikueshme. Nëse një pjesë prishet, e gjithë linja ndalon. Shkaku dhe pasoja janë të qarta. Tani krahasoni këtë me një central bërthamor. Ajo valvula e bllokuar në 3 Mile Island nuk shkaktoi vetëm një problem. Jo, ajo krijoi një ortek problemesh, lexime të gabuara të instrumenteve, rrjedhje të ftohësit, mbinxehje, duke e bërë pothuajse të pamundur për operatorët të kuptonin se cili ishte problemi real në kohë reale. Përbërësi i dytë kyç është diçka që ai e quajti lidhja e ngushtë. Kjo ndodh kur çdo pjesë e sistemit është e lidhur në mënyrë kaq rigjide me pjesët e tjera sa nuk ka as pak hapësirë për gabime. Nuk ka kohë për të marrë frym, për të ndaluar e për të menduar. Proceset varen nga koha, sekuencat janë fikse dhe nuk ka burime shtesë. Një problem i vogël këtu përhapet si zjarr në të gjithë sistemin. Për ta kuptuar më mirë,
Imagjinoni një ekspedit në malin Everest. Çdo gjë është e planifikuar në mënyrë rigjide. Koha për të ngjitur, sasia e oksigjenit, sekuenca e kampeve. Një vonesë e vogël për shkak të motit mund të prishë të gjithë ekspeditën. Kjo është një lidhje e ngushtë. Në të kundërt, një universitet është një sistem me lidhje të lirshme. Nëse departamenti i historisë ka një problem, kjo nuk e paralizon departamentin e kimisë. Ka tampon, ka hapësirë. Sistemet me lidhje të ngushtë thjesht nuk e kanë këtë luks. Dhe ja ku vjen pjesa më e çuditshme, paradoksi i vërtet i kësaj teorie. Zakonisht, ne mendojmë se shtimi i sistemeve rezerv, planeve B dhe C, i bën gjërat më të sigurta apo jo. Por Perrow argumenton se ndonjëherë këto sisteme rezerv thjesht shtojnë më shumë kompleksitet dhe më shumë lidhje të ngushta, duke bërë sistemin në mënyrë paradoksale edhe më të vështirë për të kuptuar dhe më të prirur ndaj dështimeve të papritura. Tani e di këto terma si kompleksitet interaktiv dhe lidhje ngushtë mund të tingëllojnë paksa abstrakt. Prandaj, për ta bërë idenë e tij të qartë, Perrow përdori një histori fare të thjeshtë, një histori nga jeta e përditshme që të gjithë mund ta kuptojmë. Imagjinoni se keni një intervistë pune jashtëzakonisht rëndësishme. Dita nis keq, ekspresi kafe së shprishur. Një dështim i vogël teknik. Gjatë nxitimit për t'u larguar, i mbyllni çelësat brenda. Një gabim i vogël njerëzor. Nuk ka problem apo jo, keni një çelës rezerv. Por kujtoheni se ja keni dhënë huaj një miku. Sistemi i parë rezerv sapo dështoi. Vraponit e fshinji për t'i kërkuar makinën, plani C, por makina e tij nuk ndizet. Sistemi i dytë rezerv dështoi. Dhe pikërisht atëherë, zbuloni se autobuset janë në grev. Kjo ngjarje jashtme lidhet ngushtë me problemin tjetër. Nuk ka asnjë taksi të lirë sepse të gjithë po i kërkojnë ato për shkak të grevës. Dështimi është i plot. Intervista humbet. Pra, cili ishte shkaku i vërtet? Ekspresi prishur? Çelësat e haruar? Greva e autobusëve? Përgjigje Perrow? Asnjëri prej tyre dhe të gjithë bashk. Shkaku ishte mënyra se si këto dështime të vogla e të pritshme ndërvepruan në mënyra që nuk mund t'i parashikonim dhe se si sistemi ishte i lidhur kaq ngushtë pa asnjë hapësirë për të manovruar. Kjo në thelb është një aksident normal. Tani, duhet thënë, teoria e Perrow ishte thellësisht pesimiste. Në fund të fundit, ajo sugjeronte se disa fatkeqësi janë të pashmangshme dhe pikë. Kjo, natyrisht, shkaktoi shumë debate dhe kritika, por gjithashtu frymëzoi modele të reja, më praktike, për të menduar rreth sigurisë. Një nga kritikat kryesore ishte se teoria ishte shumë fataliste dhe nuk ofronte zgjidhje praktike. Pastaj, ishte çështja e përkufizimeve. Termat si lidhje e ngushtë mund të jenë të paqartë. Për shembull, a është aviacioni komercial një sistem i lidhur ngushtë apo është projektuar me qëllim për të qenë i lirshëm për të parandaluar dështimet? Ekspertët ende debatojnë për këtë. Së fundmi, sistemet ndryshojnë. Një sistem mund të jetë i lirshëm sot dhe të bëhet i ngushtë nesër, diçka që teoria statike e Perrow nuk e kapte plotësisht. Megjithatë, puna e Perrow hapi një derë të re, dhe nga kjo derë hyri psikologu James Reason. Ai mori idenë e dështimeve të shumëfishta të Perrow dhe zhvendosi bisedën. Në vend që të pranonin pashmangshmërinë, ai pyeti: si mund të ndërtojmë mbrojtje më të mira kundër saj? Dhe kjo na sjell tek një nga analogjitë më të famshme në studimet e sigurisë, modeli i djathit zvicran. Imagjinoni mbrojtjet e një sistemi, procedurat, teknologjia, trajnimi, si feta djathi zvicran të vendosura njëra pas tjetrës. Çdo fetë ka vrima, dhe këto vrima janë dobësi të pashmangshme. Normalisht, një gabim kalon nëpër një vrim, por ndalohet nga feta tjetër solide. Por, her pas here, ndodhe pabesueshmja. Vrimat në të gjitha fetat rreshtohen në një linjë të drejtë. Në atë moment, një gabim i vogël kalon nëpër të gjitha mbrojtjet dhe shkakton një katastrofë. Pra, qëllimi nuk është të krijojmë feta perfekte pa vrima. Kjo është e pamundur. Qëllimi është të shtojmë më shumë feta dhe t'i bëjmë vrimat sa më të vogla. E gjithë kjo na lë me një pyetje mjaft të rëndësishme për botën ku jetojmë sot. Nga rrjetet globale të furnizimit, të inteligjenca artificiale dhe tregjet financiare, ne po ndërtojmë sisteme gjithnjë e më komplekse dhe të lidhura ngushtë. A jemi duke krijuar padashje më shumë sisteme ku aksidentet katastrofike nuk janë një pyetje nëse, por kur? Kjo është diçka për të cilën ja vlen të mendohemi.